Fenomeni Shkodran, Louise Ailey, nuk ndalet së ndaluri me ndjekësit e tij momente të veçanta nga jeta e përditshme. Kësaj here, këngëtari ka zgjedhur të publikojë një foto të ngrohtë ku shfaqet në një drekë familjare, të cilën e ka shoqëruar me fjalën e thjeshtë, por domethënëse, familja. Ky detaj i vogël mjaftoi që fansat të ndjenin emocionin e sinqertë dhe ngrohtësinë që sjellin vetëm lidhjet e forta familjare. Në foto shihet Luizi i buzëqeshur me një pamje të qetë dhe të lumtur, ulur pranë moderatores së bukur, Chiara Tito, me të cilën prej kohësh ndan një histori të bukur dashurie. Në tryezë nuk mungon as nëna e tij e dashur, Angelina Ailey, që gjithmonë e ka mbështetur në çdo hap të jetës dhe karrierës së tij. Për krah tyre janë edhe disa të afërm të tjerë të Luizit, të cilët duket se e kanë shoqëruar në këtë drekë të ngrohtë familjare. Atmosfera e fotos përcjell qartazi intimitetin, respektin dhe dashurinë që mbizotëron mes tyre, duke e bërë këtë moment shumë të veçantë për publikun. Fansat që prej triumfit të tij në skenë janë mësuar ta shohin Louise Ailey shpesh në qendër të vëmendjes me projekte muzikore, koncerte e dalje publike. Megjithatë, është pikërisht në këto momente të thjeshta, larg dritave të skenës, ku ai tregon anën më të pastër dhe njerëzore. Duket qartë se për të, fama është e rëndësishme, por vlera më e madhe mbetet gjithmonë familja dhe njerëzit e zemrës. Chiara Tito, gjithashtu, shkëlqen në këtë dalje të përbashkët, duke treguar edhe një herë se është gjithmonë pranë Luizit, jo vetëm në sukseset profesionale, por edhe në momentet e përditshme familjare. Dyshja kanë fituar zemrat e publikut me lidhjen e tyre plot dashuri e sinqeritet, e cila tashmë shihet qartë si një ndër historitë më të pëlqyera të showbizit shqiptar. Ky imazh është një dëshmi e qartë se, pavarësisht angazhimeve, Louise Ailey di të gjejë kohë për të kaluar çaste të vlefshme me ata që do më shumë. Për ndjekësit e tij, kjo është një arsye më shumë për ta admiruar, sepse në një kohë ku gjithçka duket e përshpejtuar dhe shpesh sipërfaqësore, ai na kujton vlerat e vërteta, dashurinë, familjen dhe unitetin. Ky postim i fundit i Luizit është kthyer në një mesazh të bukur për të gjithë ata që e ndjekin. Suksesi është i plot vetëm kur ke pranë njerëzit që të japin forcë dhe dashuri. Dhe duket se për Louise Ailey, nëna Angelina, bashkëshortja Chiara dhe familja e tij e afërt janë gjithmonë në vend të parë.